qendra e gurit prendit na rikujton mitin e Prometeut. Shkrimtarët antik tregojnë nga leximet se Prometeu pasi krijoi njeriu i dhuroi atij aftësinë e shërimit përmes luleve. Para se të nisemi kujtojmë nga takimi në Tiranë trashëgimtarin e familjes Frashëri, studiuesin Albert Frashëri, i cili jeton e punon vitesh në Rom dhe vjen me prurjen magjia e rilindjes kombëtare. Si është lidhja me shtëpinë e vend origjinës suaj? Keni qenë Frashër? Ruani një gur nga kjo shtëpi? Unë në Frashër kam vajtur për herë të parë sepse nuk ka qenë e mundur. Me rastin e konferencave që kanë organizuar, domethënë figura të shquara të kulturës, si Alfred Frashëri, Laurent Bica, shumë akademik të tjerë, më ftuan edhe mua që të marr pjesë në këto konferenca dhe nga viti 2011 kam vajtur. Më përpara ka qenë e pamundur për një shqiptar të bënte udhëtime në zonë të tilla të thella për shumë arsye, ekonomike edhe kështu ambientale. Natyrisht më ka prekur shumë sepse familja ime, bile ma kanë shpjeguar edhe kolegët, pastaj e pash, edhe TQEA, që është një nga institucionet e rëndësishme të Frashërit, bile edhe te i Frashërit, e pas kanë bërë këta të familjes, do më thënë një nga parardhësit e mi kështu, thënë Sulejman Bellici që quajnë ata, kanë financuar këtë ose shkolla, ose marrëdhëniet me shumë pashalloqe që ka pasur, deri dhe Alipash të Pelena që ka qenë në Frashër dhe është strehuar në këtë familje. Po pavarësisht nga kjo, unë kam jetu me shumë emocion vajtën time të parë në Frashër në 2011, por edhe vitet e tjera duke shkuar kam emocione, po që edhe i kuptonja se ndonjëherë njeriu jeton një gjendje emotive dhe nuk kupton dot arsyet. Unë arsyet i gjej ndoshta tek ajo nevoja që ka njeriu të mos jetë kështu si një popull që vërtitet në ajër pa një rrënjë, pa një gjë, po t'i japi kuptim identitetit të vet. Dhe duke vajtur në Frashër kam njohur njerëzit, domethënë kam pa jo vetëm njerëzit e Frashërit, po edhe të zonave që e rrethojnë, deri dhe nga Kosova që vinë dhe gjejnë në Frashër një motiv të karenarisë ose një motiv që i jep ekzistencës sonë një kuptim të veçantë dhe pasuri, po jo si Frashër, po si koncepti i rilindjes kombëtare në cilin ky vend i bekuar, si thot Mihal Garameno, ka një rëndësi të posaçme. Atëherë do të ngjitemi tek ajo shtëpi dhe do të sjellim lulet e verës, meqense dëgjojmë tingëllimën e bukur të këtij stine dhe këngët, lulet dhe këngët e Zojës që janë të vërteta të kësaj. Profesor Frashëri në Itali, duke qenë dhe formuar si mësuesve të matematikës e fizikës së liceve shkencore, ka botuar shumë artikuj mbi problemet matematikës në shkollë. E veçanta e protagonistit është dhe botimi në kolanën e filozofit Dario Antiseri të Universitetit Luis të Romës, romanin L'amara favola albanese, i përfshirë dhe në disa katalog të librave shkollor. Magjinë e frashërlime. Si është kjo magji dhe si na rivjen? Ose si e kemi rimarrë? Ose si e kemi në një rast kanë shkruar që ne në të rritë tonë, brezion të paktën në procesin e edukimit në përshkolla, na vinte tamam si magji, do më thënë kjo e vëllezërve Frashëri edhe rilindas të tjerë të vonë. Pastaj mbas një farë periudhe, duke u rritur, duke përjetu shumë momentet vështira të historisë sonë, gjithnjë kemi kuptuar që tek vepra e Naimit, për shembull, gjejmë si të projektuara edhe ngjarje të së ardhmes. Kështu për shembull fillimi i viteve 90, kur Shqipëria ende nuk po çlirohej nga ajo robëria e kaluar, ne në vargjet mbi Manushaqen, Bukuroshe kujtonim gjithnjë Naimi. Tani, unë jam përpjekur që në këtë librin mbi rilindjen, jo mbi vëllezër, është mbi rilindjen, të interpretoj nga pikpamja e kulturës kombëtare, nga pikpamja e universit filozofik, magjin kuptimin figurativ. Për shembull, Naim Frashëri është një poet
që ka një varg shumë të lehtë nga pikpamja do si fladi pranverës, themun, një varg vërtet që të bën përshtypje se si nga një errësirë shekullore otomanëve ai arrin shkruan. Por nëse lexohet me vëmendje të gjitha idetë e rilindjes dhe të gjitha aspektet ose pamjet e identitetit tonë kombëtar, ne i gjejmë shumë qartë tek na infrashëri. Kështu që sipas mendimit tim, kjo është magjia e një poeti që nuk ka shkruar me mijëra libra ose me qindra po ka shkruar pak dhe aty ai ka sintetizuar në një mënyrë artistike vërtet shembullore të gjithë atë që unë e quaj universi filozofik i rilindasve. Në Vim rajoni na duket më i plot me itinerarin mes natyrës, historisë dhe njerëzve pritës që njihen për vlerat adetare dhe intelektuale. Në kthesën e të qesër e ndërtuar të Ali Postivanit, në hyrje të parkut, takojmë udhëtarin, një banor i zonës i quajtur Mustafa. Rruga së bashku me të drejt Bredit na kujton me papriturat e çobanëve dhe baktive pamjen e përshkrimjeve të Najmfrashit tek emblema Baktie Bujqësi. Mustafa, si janë këto rrugët e vjetra me Korçën, me Skaparin, funksionojnë që në këmbë? Më këmbësore po funksionojnë. Kush ti vetë i bën tash pas kaq vjetësh? Mbas kaq vjetësh unë po kaloj, për shembull jam në fshatin tim në zonën e Frashit tani, punoj disa ditë këtu në shtëpia ime dhe mund të shkoj direkt më kem rreth 8 orë. Po. Është një pasuri natyrore, një park kombëtar dhe pritet shpejti të bëhet dhe riabilitimi i arimëve të mbyllur në kafaze. Dhe të jetë një park që do vizitohet nga turistët mbasi përfundoi dhe rruga nga gjithë dhe mbar shqiptar apo jo? Po. Mustafa, u takuam rastësisht rrugës, po rastësia ndonjëherë është mbret. Po. Vet ku ndodhen ato shtëpitë të parëve? Shtëpitë e parëve ndodhen në zonën e Dangëllisë, Frash. Ishte një zonë malore e thellë dhe me një ekonomi të dobët, andej domethënë lëvizëm dhe kemi shkuar në Korçë. Në stacionin e pyllit në parkun e Bredit Totovës takojmë një grup ekskursionistësh dhe eksploruesish të fondacionit italian Cezvi që operon vitesh në këtë zonë. Irma dhe Giorgio, bashkëpunëtarët që jetojnë në harmoni me natyrën, na shpjegojnë tërësinë e pasurive dhe parkut të mbrojtur nga vetë banorët. Abbiamo un attimo disturbata. Sì. Come questo l'amore, la passione per la natura? La passione per la natura. Che cresce. È la cura per la natura più che la passione. Qua c'è molto bisogno di curare o l'ambiente è più meglio di altri posti in Albania? C'è la necessità di curarlo, bisogna stare attenti perché quello che si ha bisogna mantenerlo. Lei diciamo che vorrà mantenere la sua natura e avere il suo posto dove stare e cercare di, anzi la depongo di nuovo. È un momento decisivo. Ritornare, esatto, trovare il suo posto per andare a deporre il suo uovo e continuare. È un'emozione, Bredi Totovës, questo parco nazionale? Molto carino, molto carino, molto bello, molto interessante. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhe. Vajza e shtëpisë që jeton prej vitesh, martesa me Europën, bashkëtesa si është? Bashkëtesa është perfekte. Bashkëtesa me Europën është perfekte, është ajo që gjithë do donin, që të ishim mirë, të jetojmë mirë. Tu ndihet ajo të qenë njerëzor ose humaniteti në mes të parkut më natyral. Absolutisht. Bredi Totovës është një nga parqet më të padëmtuara në Shqipëri dhe ne shpresojmë që kjo, domethënë, kjo gjë të vazhdoj, kemi shumë besim që edhe autoritetet. Si mund diftojmë edhe çiftet e reja ose të gjitha ata pasionuarit që na shohin nga Tirana, nga Durrësi, nga. Po këtu do të gjeni atë që gjikundi në Shqipëri nuk e gjeni. Mjafton që telekamera trotullohet dhe të shikoj se çfarë na rrethon. Dhe juve do të mbeti të mahnitur dhe do ktheheni gjithmonë, siç bëjnë të gjithë.
ata që këtu kthehen për herë dhe për që është hera parë nuk do të jetë edhe e fundit, jam e bindur. Për shaqo dhe na trego si erojt atë bredhin e famshëm. Kam luftuar shumë për këtë bredh. E mbrojtje me zemër. E mbrojta me gjithë shpirt, me gjithë shpirt. Se kam patur tradit që na gjyshi, se gjyshi tim ka qenë në roje kur e ka patur te qeja në atë kohë. Si quhet? Çfarë familje i përkisni? Shahin Mehmetit. Shahin Mehmetit nga Borocka. Kem dëgjuar për njeriu që i përshpëriste kuajve dhe pam disa kuaj gjatë rrugës, po ti flasësh luleve. Ti flas lule, ka gjë më bukur se lulja. Lulja është jetë. Çfarë i thua në mëngjes këtyre luletele? Në mëngjes i them mirëmëngjesi, i përkëdhel me dorë. Edhe pemët e këto unë i përkëdhel se unë jam vendas, kam lindur këtu. Komunikon dhe me këto bredha dhe autobus? Ky është bredh, e kam mbjell vetë këtë. E kam mbjell vetë, e kam shkullur diku këtu. Është si fëmia jote? Është tamam si fëmia time. E kam mbjell vetë të tërë këta që shikoni këtu rjesht këtu kështu. I kam mbjell vetë, i kam rritur vetë këta. Edhe i përkëdhel, i u them mirëmëngjesi, mirëmbrëma kur vi. Pararësit tanë pishnin mishin, si njerëzit e parë. Patjetër. Besoj, më fol pak për vete, ke kaq vjet në përmet. Si kjo bashkëtesë? Është vështirë nga një anë, sepse është vendi që larg nga civilizimi, domethënë se keni juve në Tiranë për shembull, me gjitha komoditetit që ka Tirana. Po këtu tregon vetëm natura bukuri, pas zhvilluar nga një ana, po shumë nga ana tjetër sepse natura është konservuar. Tamam. Edhe ka shumë mundësi nga ana turistike, po megjithatë zhvillimi që do vit tani, ka filluar tani me turizmi, do menaxhojnë në mënyrë korrekte me ideja që turizmi si zhvillimi, si l'ekonomi, po mund të sjellë edhe problematiket e tjera. Edhe ideja është të gjitha projekti zhvillimi ose aktivitetet që bëjnë lidhur me turizmi, me natura, do jenë mirë menaxhuar për mos krijuar problemi pastaj me distruzioni naturore ose me ndodhje në ambienti e tjera. Njeriu kënaqet edhe me aromën e kësaj dhe ujin e bekuar, Aqua Benedetta di natura. Patjetër, këtu kjo zonë është plot me burime, edhe vërtet gjithë është bio. Nga ajri që është shumë pastër, nga uji, nga prodhime tradicionale. Jo vetëm brenda Përmeti, po sidomos fshatra, që prodhon shumë produkte bio, e përdorin akoma në familje, nuk ka një tregu specifike, po vërtet janë produkte 100% bio, që nuk e gjejnë për shembull në Tiranë. Vjojmë gjitje në bredhin e Otovës me një sipërfaqe prej 1200 hektarësh. Ky park vlerësohet si kurore e gjelbër që tërheq menjëherë syrin e vizitorëve. Kushtet klimatike janë favorshme në zhvillimin e florës dhe faunës. Bimët fillojnë nga 900 metra mbi nivelin e detit me shkure mesdhetare për herë të gjelbra dhe dushje gjetherënës me manaferat kuqe, dëllinje, barra të llojeve të ndryshme që i rrethojnë. Pas një rrugë të mundimshme dhe të veçantë për nga ruajtja e bredhave, duket sikur natyra ka gdhendur muret e një kështjelle në malësitë e frashërit dhe ndërtimet me tulla ngjajnë si ndërtimet të periudhave romake të mëvonshme në bazilikat bizantine. Mbritja në frashër na befason me kullën e vlezërve frashëri si bërtham e etërve të shqiptarizmit. Në obor familjarët shijojnë natyrën, ndërsa dyert e shtëpisë ku janë të pranishëm në çelnimin e luleve të verës banorët vendas dhe të ardhur çele nga kryeplaku më i ri i mbar rajonet. Vim me lulet e verës. Gjejmë këtë gjë të prim. Ju e vetë jeni një nga, po themi, dashamirësit e zonës apo? Po, gjithashtu te kryeplaku i fshatit Frashë. Si ka letuar Frashëllinjt? Aktualisht kjo është ndërtuar në themelit e veta, këto nuk është shtëpi origjinale vëllezërve Frashi, po është ndërtuar në themelit e veta. Në vitet 70, 72. Shtëpia muze është ndërtu sipas modelit, natyrisht nuk ka ekzistuar një model i shkruar, po nga rrëfimet, nga tregimet e njerëzve si ka qenë shtëpia e vëllezërve Frashëri dhe e ndërtuan në një jo tamam ku ka qenë, po në një truall që është më i përshtatshëm për të vizituar e kështu me radhë. Ajo, megjithëse është një shtëpi modeste nga pikpamja arkitekturale, domethënë
Ka vërtet ashtu si që kanë pajisur me dokumenta, me foto, ka do të bën një përshtypje të thellë në njerëzit që e vizitojnë. Aty gjenë dokumenta shumë interesante të lidhjes Prizrenit, rolit të Frashërit, të veprës së Samiut, të Naimit, të shkrimeve të tyre, po edhe të dëshmitarëve të asaj kohe, deri edhe te Mihal Grameno që e quante në Frashërin një Betlem, domethënë vendin e Jezu Krishtit, e quante një Mekë të shqiptarëve. Edhe kjo është mos e merituar, mendoj unë, dhe na nderon në si kombë, sepse tregon që janë në një vend një grup njerëzish që shprehnin rilindjen, kanë pasur, domethënë, idenë e harmonisë ndërfetare që e kanë shprehur në veprat e tyre deri edhe tek ata që e dëshmojnë me vargje. Od pasode shohim dhe rivlerësojmë se cilin nga vëllezërit pishtar, shkencëtarin, shkrimtarin dhe adetarin në objektet e mbrojtura fal dashamirësisë së bashkëkombësve dhe familjarëve. Sa oda ka kjo shtëpi? Ka gati 12 dhoma. Oda. Dhe besoj në këtë pikë është një lidhje e dytë e Prizrenit ose e tretë, sepse këtu janë gjithë po themi personalitetet e shqiptarisë. Shqiptarët janë bite pellazgëve, ilirëve, 4000 vjet para Krishtit, nga Azia, zonë Grekërinë, në Shqipërinë, pastaj edhe të huaj dhe kështu tregohet historia e Shqipërisë. Ka një botim të pak viteve më parë nga Argeta, ku ka mbledhur rreth 120 poet që shkruajnë për Naim Frashërin. Kjo është një gjë e rrallë edhe në historinë e literaturës botërore, po me sa duket ata njerëz e kanë kuptuar vlerën e madhe të poezisë, atij poeti që jetoi edhe e vuajti natyrisht atë anën emotive të qenies larg nga vendi i tij, edhe që i këndoi me shpresë asaj të ardhmes që ne kemi ndërruar edhe vazhdojmë akoma të ndërrojmë në një farë kuptimi që sepse ditët e mira pas kanë ardhur, pas këta i vinë, po tashmë mbas një shekulli jemi te këto ditë mira, po jetojmë. Ne relativisht është një pyetje shumë komplekse, po do të thonja që në qoftë se ne shohim të kaluarën është një gjë, po ne njeriu për të vlerësuar vetveten duhet të shohë idealin e vetes apo idealin e kolektivit. Ne po të gjykojmë për idealet që ka ky kombë dhe për atë që meriton, duhet të themi që politika duhet bëj shumë më tepër. Afër shtëpisë së vëllezërve Frashërit takojmë dhe një personazh më të vjetër në moshë, plot energji dhe realizëm. Pjesëtari i familjes Bonjë na mirëpret, duke na treguar mbi rrugët e vjetra lidhëse me Korçën dhe krahinat e Labërisë e Toskërisë. Fisi Bonjo ka qenë i ardhur, nuk ka qenë vëndalli. Ka që stërgjyshet tanë janë të ardhur. U stabilizuan në Frashër në pronat e gruas të një xhaxhai. Dhe si të tillë ngelen u bën vëndalli. Ishin 3 vëllezër, njëri ikur më 14-ën, iku në Greqi edhe s'u bë me i gjallë për të kthyer. Njëri iku në Korçë, është fisi Bonja në Korçë, djemt e xhaxhait janë nga 7-8. Edhe ne ngelem këtu. Me se jetojmë Frashërlindë? Frashëllindë rrojnë më shumë e blegtori, jo Frashëllindë, po tërë Anglia. Blegtoria është prioriteti. Bujqësia është dorë e dytë, është si aktivitet ndihmës. Se bujqësia nuk është mbështetur, edhe kërkon të investosh. Bagëti e bujqësi.
Kurse bujqësia do traktorit, do plerat kimike, mundësitë nuk janë, se edhe tregu është larkë. Kështu që blegtoria ka më pak shpenzime, po dhe blegtori nuk e përdorin tërë, nuk u shërben do tërve, se do njerëz, do forca pune. Se do të ruhen, do pastrohen, do të viret baza ushqimore. Kështu që dhe ato janë ata që janë 3-4 veta, 3-4 meshkuj në familje, merren me atë punë. Ata që janë të vetëm si puna ime, mbajnë një lopë, edhe 2 sa për vete dhe s'ndije. Në piknikun e parkut natyror në shtëpinë e ringritur të vëllezërve Frashëri nga njëra odë në tjetrën, rivlerësuan thesarin historik, duke parë në modernitet sipas optikës së studiuesit Albertit dhe interpretimit të ngjarjeve, shkrimeve, imazheve, dokumentave të njohura të përcjellura me dëshmi në pemën e familjes edhe në anën andej Adriatikut. Parë së lartmi, liçeni malor i Frashërit është tepër i veçantë dhe atraktiv. Lulën e shërimit të Prometeut nuk e zbuluam dot për gjitha sëmundjet e kohës, por na befasoi një ftuaj i qelur si zgjua bletësh me shumë aromë dhe si një monument i gjallë natyre. Edhe kështu që unë ndjem si në shtëpi, se herë që vi do bëj diçka lidhur me natyrën. Je si një elfe këtyre zonave, lëviz kështu. Eksakt, po kështu si hije, pa dëmtuar, pa i shqetësuar, se prezenca jon këtu kaq shumë po shqetëson. Jo siguroj. Jo vetëm ju gjithë, që mos thyet ajo bukuria që pak përtej do gjeni burimin. Veçojmë burimin e ftohtë dhe të shëndetshëm pranë stacionit pyjor, nga ku morëm dhe ujë me vete në disa pagure. Në këto udhtim plotësues kuptuam nga balkoni i përmetit se si është ruetur një bërtham e rëndësishme e kombit për të mbritur deri te shteti modern shqiptar.